Mi mbrëma dhe këtë të diel drejt për drejt në Star Sport që transmetohet në Star Plus këtu në Shkodër, transmetimi është në Shkodër, të televizioni valet po ndiqen nga do. E në të ardhmen do t'jetë pse jo, edhe televizion evropian me teknikën e re që po fut ky televizion këtu në qendër në Shkodër. Mi mbrëma dhe jemi takuar pikërisht në një moment kur vllaznia nga kreu, nga ato sipër, ka raposht, por nuk është i këtij mendimi Cungu, i cili në deklaratën për shtyp ka deklaruar mos na gjykoni kur fitojmë dhe mos na gjykoni kur humbim. Futbolli ky është, prisni dhe kthesa do vi. Para pak çastës ka mbaruar ndeshjet e kreut. Skënderbeu, ose më saktë unë e quaj Salihi, i dha 3 pikë skuadrës korçare. Ka shënuar jo pak 19 gola, që do thot gati mbi gjysmat e pikëve i ka ky lojtar. Ka fituar dhe Partizani duke bërë interesant tani Kreun. Tirana është stopuar, vllaznia tani ndodhet e para fundit bashkë me Byllisi me 9 pikë. Por çfarë ndodh në kampionatin shqiptar? A ka aleanca? Do diskutojmë pikërisht me të ftuarit tanë duke filluar me Mill Shkëmbin, specialist arbitrimi mi mbrëma. Profesor Milli, mirë se erdhe në Star Sport. Praj sa ky e keni parë, keni ndjekur. Ka aleanca? Dhe në qovë se ka është për mirë apo për keq? Aleanca. Nuk mund të pranojmë zyrtarisht që ka aleanca, flitet që ka aleanca, gjithmonë është folë që ka aleanca. Rezultatet ndoshta nuk janë tana koincidenca me ardha ashtu siç ti konkludon që mund të ketë aleanca. Rezultatet shojnë të i konkluzion një tillë, por nuk mund të pranojmë zyrtarisht sa nuk kena fakte për atë punë. Atëherë, ata që në ndikin tani, bile disa tani në kohën që ka filluar kjo emision, e ka lënë për ta parë si Dembel nesër në ritransmetim, se po shohin Napolin me Milanin në këto momente, por ne pam në kampionatin angles City luajti totalisht me fëmijë përballë një Chelsea dhe këta e kuptuan të gjithë, dhe nuk mund të akuzosh një trajner për atë plan që ka në ekip, apo jo? Gjithë trajnerët bajnë plane, bajnë marrëveshje, bajnë llogari se ku dalin në fund kampionatit, tanë kanë objektiva. Me skuadrat të ndryshme, bajnë formacionet të ndryshme, bajnë llogari të ndryshme. Deri një farmaset kjo është logjike, por të pranosh që ka aleanca në dëm të një ekipi tjetër. Nuk Jo, ne do diskutojmë për të parë konkluzionin e nxjerrë ai që na shikon tani drejt për drejt. Klavja Petëza, volejboliste tek Vllaznia. Klavja keni dalë në kup pikërisht në gjysmë finale. Keni fituar me Partizanin këtë javë dhe pretendoni tyni në play-off. Ja keni mbushur mendjen e prorëve tuaj që duhet rritur pak edhe paga juaj? Shpresoj që me anë fitorëve t'ja mbushim mendjen, e me anë të videos të mirë. Ju nuk jeni për kampion, po edhe nuk jeni kaq, sepse është një kampionat i vështirë, skuadra është e re. Skuadra është një që ka kanë të 3 vjetë, por shpresojmë që të bëjmë rritje edhe na. Që me amush me edhe në... Dhe Klavja Petëza jeni këtu sot edhe për të vazhduar e cunin e mirë të vajzave të Vllaznisë për femra në volejboll. Ferdinand Jaku, presidenti i UBAN Danjës. Privilegj fjala president apo detyrë? Fakt, përveç privilegjit ka ato ngarkesat të mëdha, ka detyrime të mëdha. Megjithëse jemi pari, përveç Vllaznisë që është në finale me Kino Studio në kup, të tjerat janë eliminuar. Tash ne jetojmë me kënaqësinë e historisë ndoshta. Mi mbrëma Ferdinand Jaku mi se erdhe në Star Sport. Një djalosh i gjatë, nuk ka qenë i gjatë, ka qenë i vogël, ka lindur, është rritur te Akademia Vllaznia dhe në këto momente që unë e kanë thirrur në studio, është në formacionin e Bestlidhjes. Mi mbrëma Ervis Kabuni. Mbrëma. Dhe mi se erdhe në Star Sport si përfaqësues i Bestlidhjes. Nostalgji për Akademinë Vllaznia? Normalisht, sepse aty kam kalu momentet më të mira, aty jam rrit, kam dalë kampion, 5 vjet rresht, nuk është gjë e vogël, kështu që Vllaznia normal që është në zemrën time. Ka një, sa pyes dhe Beni më vonë, të ftuarin e mi këtu në studio Arben Parmezën, ka një lloj rregulli duhet të jesh kaq i gjatë që ty ishte Vllaznia, apo do të jesh më i shkurtër se sa i shkurti për ty te Vllaznia? Jo, s'ka lidhje. Gjatin e parë me të Vllaznia, apo si shërbej kujt, kështu që
Jo, se do të marri pastaj Zevjoni nga basketbolli u fut në boks, do të marri pikërisht basketbolli se morëm Amerikan, po u mundëm. Tani pse morëm Amerikanin? Duhet ma shpjegoj Klavja, do ma shpjegojnë të tjerët, por të uroj dhe mi se erdhe sot në Star Sport. Një tjetër, Arbiona Bajraktari, vajza nga Kosova, e cile ka ardhur me mikeshat e saj, lojtarë që përfaqësojnë vllaznin e Lazar Matis, që përfaqësojnë kombëtaren shqiptare me dinjitet. Mi mbrëmë dhe mi se erdhe. Jeni në finale me Kino Studion, që do të thot kampion, kup, nuk e diskuton vllaznia. Shprej sa njerë, duhet me lujt, asë një ekip nuk e në versojmë, të shofim tash. Duke qenë se vini nga Kosova, këtu në Shkodër, keni kulturën kosovare, keni gjetur kulturën shkodrane, si ndjeni? Si në shpinë tonë, mu i me thonë lirësht. Dhe mi se erdhe në shtëpinë tënde, edhe këtu në Faleminderit, Star mirë se Sport. gjeta. Arben Parmeza, trajner futbolli. Mirë. Dikur ka qenë atlet, për ata që nuk e din, ka qenë kampion, ka qenë trajner pregatitës të vllaznia, tani është trajner të vajzat e Dorit. Nuk du me paralizu, po interesant ka pas edhe praktika tjera në Super League. Ka kënë me Partizanin, ishtë trajner i atletik, i cili drejtor për disa muaj. Ka kënë Trevizi, ishtë trajner atletik i Kuksit, i cili drejtor për disa muaj. Edhe Rasia, nuk është se ka kënë qëllimi jemi. Rasia më bani që e lunë sot dhe këtu si trajner një ekipit futbollit familje. Ku e ndjenë më mirë veten, do thënë që se bëjmë analizë, shofim dhe të kaluarën, ka qenë atlet që vareshe nga ty, në garat e shpejtësisë, dilshe i pari, i dyti apo i fundit, kurse këtu nuk varet nga ty, as nga trajner. Trajner do thot varesh pak fat, pak mik presidentin e federatës, pak mik arbitrin, nuk e di shumë gjëra të tjera, pa që nuk varet nga trajneri. Janë, do thoja, dy ndjesi pakoshët njëta, pra ndjesit e fitores, nësia e fitores, por tjeshtë trajner edhe të arrish suksesin është diçka pak më nelt, pak më vështirë, dhe thëmë unë e përjeton edhe më shumë. E përjeton edhe më shumë. Do diskutojmë gjëre gjatë pikërisht drejt për drejt në Star Sport, po tashmë e bëm normë, e bëm ligj. Po çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave në Kosovë, në sportin kosovar? Por idhemi drejt për drejt në këto momente me Radio Televizionin e Kosovës, me kolegun ton Gani Kosumi, por më bën një gisht dhe gishti kështu do thot akoma nuk është futur në linjë. Jemi drejt për drejt dhe ka ndodhur ndonjëherë për shembull arbitri jep 94 minuta dhe vazhdon minuta 95. Dhe kur bëhet gol minuta 95, quhet apo jo? Po, quhet, për derisa është pjesë e lojës. Profesor Mihili, e pam dhe sot, kemi parë çdo ndeshje, thuhet 4 minuta shtesë dhe vazhdon minuta 95. Lojën e mbyll arbitri, nuk e mbyll kronometri, askuj tjetër veç i arbitrit. Kemi shtesë në Klavja në volejboll? Jo, kemi 5 sete. Shtesë nuk ka. Ndoshta nëse bëhet shumë në tenis. As barazime. Barazime jo. Pra ne edhe pikët janë ndryshe, janë 1 pikë dhe skuadra që humbet, 2 pikë skuadra që fiton. Profesor Mihili, e fillojmë pak në kohë që pres, po jo shumë, lidhjen e drejt për drejt me Gani Kosumin, me atë rubrikë të posaçme javore, për të na njohur shkodranët dhe për të marrë një mendim pikërisht dhe për vllaznin, për sportin e Kosovës. Çfarë ka ndodhur këtë javë në Kosovë? Do pres lidhjen e drejt për drejt telefonike me anë të regjisë që e kam në një studio qendrore, jo këtu në studion e sportit. Ne kemi privilegjin veçantë, jemi pikërisht në zëmrën e Shkodrës dhe regjia është pak më larg. Pse nuk futet ana teknike, profesor Mihili, siç futet e tenisi, kur një top godet e jep, kurse këtu nuk pritet ma viola, nuk pritet ekrani, po i besohet totalisht një arbitri, të cilën kolegu im Gzim Sinemati thot gabim njerëzor. Dhe këta me gabime njerëzore po pasurohen, po bëhen me veture. Nuk e di. Unë e lexova Allah shkrimin e Sinematit sot në gazetë që justifikon opinionin binin e tij me atë që rëndom përdoret tek arbitrat si gabime njerëzore. Natyrisht, arbitrat bajnë gabime njerëzore. Gabimi njerëzor është i logjikshëm, edhe këtu në studi na mund gabojmë. Edhe në fush futbollistët gabojnë, natyrisht edhe arbitri është njeri, është sportist edhe ai është pjesë e lojës.
Pra nuk janë vetëm 22 futbollistë në fushë, po janë edhe arbitrat plus. Kështu që gabimi njerëzor i arbitrit është krejt logjikshëm. A justifikohet me këtë term? Arbitrat nuk menoj që shkojnë deri në atë masë sa që me i parapri punës tyne me justifikimin gabim njerëzor. Ka bun? Jo, allon jam dakord me mendimin e zotin Hillit, sepse kosta është shumë e madhe për me fut teknologjinë, që është gol as sa gol. Kurse për penaltitë e këta, mendoj që nuk është e logjikshme që futet për shembull teknologjia, sepse s'ka arsye. Unë mendoj që arbitri është shumë vendimars edhe në bazë vendimit me tij anon shumë edhe ndër rezultatin e ndeshjes. Unë nuk mund të them me bindje të plotë, domethënë ka bëmë ndërgjegje apo ndërgjegje gabim. Po ndi që arbitri me vendimin që merr është i plotfuqishëm edhe jep dorë fitores së humbjes së ekipit. Është vërtet që gjyqtarët në përgjithësi janë të vendosë dhe jo në gjitha ndeshjet, normalisht në disa ndeshje për gabime njerëzore apo të qëllimshme janë të vendosë në rezultatet e ndeshjeve. Për shembull në kategorinë e parë vendos arbitri shumë. Flas vetë sepse Të ma thua që sepse barazoi Beslidja para një jave Mamuras? Jo, nuk ishte fare arbitrit komplet, po marr shkasën të ndeshja me Ilerin me Krujen, ku ndeshja ishte 1-0 për Ilerin dhe arbitri favorizoi Krujen. Mini shikon, Kabuni duke qenë lojtari i Beslidjes, ka zilitani, ka konkurrent, formacionin e Plorit. Nuk ka punë konkurrencë. Po është një pesha, Piron. Një pesha e konkurrimit të këtyre dy ekipeve, tash janë bëu 3, nuk janë më 2, që konkurrojnë për me dorë kampion. Edhe normalisht edhe këto gjykimet padyshim që kanë peshën e tyre në mënyrë absolute. Është absolutisht e vërtet që kemi një Shkodër B, një Shkodër C, duke filluar nga trajnerët, janë shkodranë, si te Kruja, te Beslidja, edhe ai që hoqi përpara u vu përsëri Samuel Nika, që njihet Plori nga një rekord që e ktheu Tërbuni mas 60 e sa vjetësh kategori superiore. Dhe unë e thash në emisionin e kaluar, e kërkon Dinamo që ta krijë në kategori superiore Dinamon që i mungon kampionatit tonë. Kategoria e parë është shumë interesante për dy arsye. Para që ka shumë futbollistë shkodran, e dyta që ka trajner shkodran. Për këtë arsye është shumë interesante. Disa prej këtyre futbollistëve kanë pas nësinë i kanë servit, biles për disa prej tyre unë habitem që kanë përfunduar në kategori, sepse kam një respekt dhe të jashtëzakonshëm për aftësitë e tyre fizike, teknike. Por gjithsesi uroj suksese gjithë shkodranëve, si futbollistëve ashtu edhe trajnerëve në rrugën e tyre. Vazhdoni të jeni drejt për drejt në Star Sport, në atë që quhet klasike, rubrika sportive, dhe ne mundohemi rubrika sportive vetëm në futboll. Por le ta fillojmë me kategorinë e parë. Ndërkohë regjis i them që kur të jetë gati Ganiko Sumi, mund të japi shenjë dhe ta fusim në linjë. Shikojmë nga regjia tabelën e rezultateve të javës së 15, ju e shikoni teleshikus Iliria 1, Kastrioti Plori 2. Ada, e cila tani ka një trajner të ri, po është një njojë e vjetër, Ada 0 dhe Mamurasi 0. Beslidja ka fituar me Kamzën 4-0, Korabi ka fituar 4-0 me Besën, kur trajneri jep për arsye shëndetësore, kjo është një term e njohur, dhe Besa ndron trajner. Burreli ka fituar 2-1 me Erzenin. Mbas këtyre rezultateve, klasifikimi në kategorinë superiore është i tillë pra renditja, Korabi 34 pikë i pari, Kastrioti Beslidja 1 pikë mbrapa 33, Erzeni 23, Besa 19, 17 është Iliria dhe Kamza, Burreli 15, Ada e parafundit 9 dhe Mamurasi 4 pikë. Por çfarë pritet në javën e ardhshme, në javën e 16 që mund të flasi shumë? Shikoni kalendarin, Erzeni me Beslidjen do të luajnë të shtunën në orën 14 luajnë gjitha takimet. Kamza pret Adën, Mamurasi Ilirin dhe jo pa qëllim i lam 2 takimet të fundit kur pikërisht Kastrioti pret kryesuesen Korabi në Kruj, Besa pret Burreli. E do të fillojmë pikërisht me Kabunin. Kabuni ishte e lehtë fitoria e radhës ditën e shtunë dhe çfarë prisni në ndeshjen e radhës Beslidja? E lehtë nuk mund të thojmë se ishte, sepse rezultati është bloku pak me vonesë, pavarësisht sepse ne e dominuam gjithë takimin, kundërshtarët nuk na vojnë vështirësi për asnjë moment.
Dhe mas golit parë u çliru me edhe na dhe shënu me 3 gola tjerë. Kurse për këtë neshën e javës me Erzenin, ne normalisht që çdo neshë him për fitore dhe kjo është synimi jonë. Nuk na duhet asnjë rezultat. Nuk na duhet asnjë rezultat tjetër. E njoj, ata i bojnë neshët në 5 helmes jashtë fushës tyne, kështu që besoj që do luhet futboll, sepse fusha është e mirë. Shpresoj mos ketë ndjekim arbitri. Ndjekim arbitri. Për Samili, gjithë një thuhet arbitri, dashe pa dashe, kjo figurë del në skenë. Nuk thot njëri inxhinier ka ndërtuar një pallat, do prishet, jo do bëhet një këmbë, rrihet në grevë, por për arbitrin shumë i ndihshëm. Vetëm tek ne, po në botë. Kjo është e keqe pra, sepse me naivitet, me shumë sinqeritet ai deklaron të ketë kena frikë arbitrin, pse është përhap kjo pikoz. Më shumë pa drejtësisht se sa drejtësisht. Më shumë pa argumenta se sa me argumenta. Nuk menoj që është faj total të arbitrat. Edhe jam i bindur që ndërgjegjën e tij, se thanë fillim në kategoritë parë venosin shumë arbitrat, edhe unë jam dakord me këtë, se cilësia e arbitrave në kategorinë e parë është më dobët, por nëse bëhet fjalë për padrejtësi, që unë e thash edhe në fillim, pa argumenta nuk mund të fajsosh kërkën, pa argumenta bins, unë menoj që punën e arbitrave në kategorinë e parë më shumë kanë faj presidentat. Nëse gabojnë arbitrat, duhet edhe ti i bindur që këtu gabojnë nëpërmjet presidentave. Natyrisht niveli i arbitrave në kategorinë e parë nuk është ai superiore, shpesh federatat çon, por jam i bindur që në neshën e Krujës me Peshkopin do të ketë një arbitër të FIFA-s, jam krejt i bindur. Por edhe në këtë neshë me siguri do të jetë arbitrimi i drejtë. Pse do të jetë i drejtë? Sepse nuk do të kenë forcë presidentet e ekipit me ndërhyrje të arbitrat. Atëherë për të ndërhyrë pak, do jem tani nga ana e Kabunit e Beslidjes, duke qenë dhe kjo skuadër ka investuar shumë presidenti, skuadra e lodhet, pse mos jetë një arbitri i FIFA-s edhe në takimin Erzeni, Beslidja, ashtu si që janë të 3 ekipe? Arbitrat FIFA-s janë 3, janë 5 neshjet kategorisë superiore që tashma tana janë të rëndësishme, janë më rëndësishme se sa tjetra. Me Erzenin, da nuk janë rival direkt, Erzeni nuk është se pretendon për medalë në kryt grupit, janë 3 skuadra shumë denja për njëna tjetërën, sidomos Lezhë me Krujën, 2 ekipe edhe me histori të barabarta afërsisht, sepse nuk është se Kruja ka një histori më të madhe se sa Lezhë, sepse Lezhë ka disa vite përpara, ka kanë disa vite rresht në kategorinë e parë të atëhershme, kurse Kruja në atë kohë ishte vazhdimisht kategori 2. Pra janë 2 ekipe me 2 trajnera shkodran, me futbollista shkodran, që nuk duhet kurse si me ra kaq poshtë asnjë futbollisti këtu në ekipe me akuzu arbitrat. Këta janë ekipe që të dyja meritojnë me kënë superiore, do të dalin vetëm njëna, fatkeqësisht, unë menoj që meritojnë të dyja, edhe nga stafi, sepse përveç tha me drejt, edhe të Lezhë, për shembull, nuk po du njëhem keq që janë në studio, por ai krejt kollaj duhet, krejt normal duhet me kënë të Vllaznia, ai disa tjerë që janë aty në Lezhë, edhe trajneri që ka Lezhë sot, edhe ai që iku, mundën me kënë cilin do ekip të kategorisë superiore, edhe të Kruja kështu. Kështu që Lezhë me Krujën më duket se duhet me trajtu vedin, duhet me matë me ikut tjetër vedin, nuk duhet me mu kap, duhet mu prezentu si ekipe superiore, sepse shtatorin tjetër shpresojmë që unë do të doshe që Lezhë me kënë, ma parë se sa Kruja, pa marë se me që e kënë edhe më afër. Arben, mund të ndodhi për shumë që Mill Shkëmbit, duke filluar nga shtatori, të ketë një post të Vllaznia dhe të realizoj këto që thotë? Po e urojmë me gjithë zemrën. Atë le të kalojmë më shpejt regjia, le të kaloj te superiorja. Arbiona e vëmendshme së bashku me profesor Ferdinandin japim rezultatet që 2 ndeshjet sapo përfunduan. Pikërisht Laçi 0, Bylisi 1. Do diskutoj në studio. Ka që fort Bylisi sa mundi Laçin, ku Laçi mundi Flamurtarin. Ka një thashtë të themnaj. Ne do diskutojmë me ftuarit e mi këtu në studio. Flamurtari 2, Vllaznia 0. Teuta 2-1 me Tërbunin, e sakt ishte 7 minuta e pak sekonda kur çdo gjë ishte 1-1 Karakaçi, lojtari i Akademisë Kabuni, është kapiten tani të Puka, tha na e vodhën.
si villet. Ja që villet, sekondën e fundit, dhe goli ishte gol. Se pare një javë e vodhën të utën në Kukës dhe eliminuan pikërisht me një gol faul, profesor Mihili, me një faul 100% shqeto dhe u kompensua. Ndërkohë para pak qastesh Skënderbeus më saktë Sali 1, Tirana 0. Ndërkohë Partizani me këtë rezultat para pak qastesh ka fituar në Qemal Stafa me Kuksin. Dhe mbas këtyre rezultateve, klasifikimi është i tillë ku vazhdon të kryesojë Skënderbeu me 52 pikë, Partizani 4 pikë mbrapa, Tirana 10 pikë larg Partizanit, 14 pikë larg Skënderbeut. Teuta në vendin e 4 me 37, Kuksi mbetet 32 pikë, Laçi 28. Mund t'i quaj këto dy skuadra të mesit të artë dhe pastaj fillon bijetesa. Flamurtari 20, Vllaznia Bylisi 19 dhe Tërbuni 11 pikë, skuadra e vendit të fundit. Ndërkohë java e ardhshme 23 ka çifte interesante. Shikoni ditën e shtunë do të luhet në orën 12 në orën 14 Kuksi Flamurtari. Po të shtunën Tirana pret të Utën në orën 17, po të shtunën Vllaznia do të luajë në Rashid Rusi përballë Laçit. Ose ish Armando Cungu i Laçit do të luajë me Armando në Cungu, qytetar të Vllaznisë. Dhe ditën e diel në orën 14 java mbyllet, ditën e diel Tërbuni Partizani në Puk dhe në Ballç Bylis Skënderbeu. Kjo ishte ana figurative. Ndërkohë blet vazhdojmë me tabelat, regjia edhe për kampionatin e femrave, Arbiona është gati, njëkohësisht dhe profesor Ferdinand Jaku, klasifikimi ka ngelur, ai i fazës parë, Vllaznia e Arbionës dhe shoqeve të Arbionës, kur kanë një president Lazar Matin, korrestojnë me 27 pikë, pikët maksimale, nën takime vetëm fitore. Kino Studio 21. Apolonia 18, dhe Dor i Arbenit 17, Tirana asoj 16, ju Bandanja e Jakut 13 pikë, Skënderbeu 12, Akademia Jaks 6 pikë, Teuta 3 dhe Dajti 0 pikë. Arbiona, jeni në finale me Kino Studion? Po, në finale. Të cilët mendoni që ta fitoni për të tretën herë kupën? Me atë mendim kena me shku tash, a fitohet ajo, vendoset aty. Ferdinand Jaku, shikojmë dhe kalendarin që do të filloj më 6 mars, është java e 10, më 5 mars do të kemi kalendarin, ju Bandanja, Tirana, AS. Pikë për Jubani? Nuk e di, Jubani është në kushte disi të vështira aktualisht, pasi janë disa dëmtime të vajzave që përna penalizojnë, përveç kësaj kemi edhe disa penalizime tjera nga federata, që me që federata shqiptare nuk në ndihmon, por në penalizën. Nuk e di arsit, me duke sikur e ka harruar totalisht futbollin e femrave. Futbolli i femrave, ndoshta nga që luhet më tepër në Shkodër. Duhem të shkurtojnë ekipet e Shkodrës dhe nga që luhet më tepër në Shkodër, është larg nga Tirana. Pra, federata shqiptare sikur po tregohet shumë indiferente ndaj futbollit të femrave. Në përgjithësi, nuk e di arsyet, nuk ka futbolli femrë nuk ka mbështetjen e duhur. Arbiona Duke parë dhe pjesëmarrjen, pra tonin që japin vajzat shqiptare kampionatit, dhe ku vjen momenti të gjitha vajzat e kanë ëndër pjesëmarrjen e kombëtare, dhe asnjë nga këto vajza që përfaqësojnë, pra japin, sakrifikojnë për futbollin femror, nuk janë pjesë e kombëtares shqiptare, nuk e di arsyet. Pra shumë pak vajza shqiptare vinë nga Kosova ose dhe nga shtetet pra shqiptare që s'din ku i bin Shqipnia, por janë shqiptare. Kjo ka ndodhur vazhdimisht, apo ndodhin mbas një lloj show që u bë për shembull për një temë lesbizmi e tjera që ka ndodhur në media, me quaj të... Kjo ka disa vite që ndodh ky fenomen. Domethënë larg detit, larg mbretit, duke qenë se Shkodra nuk është kaq larg,
po drejtuesit janë në Tiranë, harohet? Harojnë që kampionati i futbollit femrave në Shqipëri bëhet nga shqiptarët. Janë edhe kosovarët e pjesë e Arbiona, me sa kuptoj unë këtu, profesor Ferdin, duhet që ti ke futur mik që jenë kombëtare? Ke futur mik? Mik do thot futesh një njeri me fjalën e tjera, apo e meriton? Mundet me vlerësu gjithë se kush, me arë në fush, me pa, se cila e meriton nëse jo, aja nuk metet për njerëzve, për i publikut me vlerësu, ato e ka pa trejneri edhe me qaj më ka thirë, dhe më thonë unë e meritoj. Ajo është sen që shije, dhe më thonë nesër mas nesër mu pa në fush në loj, duhet me vlerësu. Arbiona, si zgjidhet përfaqësuesi e Kosovës e femrave në Kosovë? Si shka? Si zgjidhen? A ka përfaqësues e Kosovës të futbollit femrave? Ka përfaqësues, është i liri që merret me lojtarët e Kosovës, do me thonë që i merre i vjen aty, nëse janë për mu grëmbullun kombëtare, grëmbullon, nëse jo. Bile ka qenë një kosovare, s'po më kujtohet tani emri, me përfaqësuesen e Gjermanisë, bënte përshtypje vajza kosovare. Bajrami më i mira. Po, Fatmira Bajrami. Mendon që edhe këtu në Shqipëri ka filluar për mirë të zgjidhet apo ka një lloj frenimi, ka një lloj pengese? Nuk e di, nështë edhe për mirë ma shumë, tash duhet me financu ma shumë në futbolin e femrave dhe mi përkushtu rëndësi ma shumë, si futbolit meshkujve ashtu për femra, kështu që nëse i përkushtohen, besoj që ka me arrit edhe ma shumë. Kalëm, po? Kjo pikë me ne që në jam drejt Fredit, naturisht unë e shoh për jashtë. Pra jeni me krahun e djathtë, kurse Kabuni me Arbenin janë krahut majt, mund të jetë kundër Fredit. Unë menoj që federata me drejt thot Fredi që federata e ka si dorës dytë, ose është formalitet, duhet mu lujtë edhe kjo kampionati i femrave dhe ajta bajmë, gati formalisht. Por, që më banë mu përshtypje? Lexova që Vllaznia ka dalë në finale. Gazetat kryesore të sportit, njëna se kishte lajmin hiç, tjetra kishte në fund, mas tana lojnave, i kaq kishte. Pra ekipi, janë dy ekipet më të mira Shqipërisë kanë dalë në finale, diskutojnë finalen e këtij vend, edhe gazeta, media i kushton kaq pak rëndësi sa se këtë. Kja është një këta edhe që motivon këtë vajza, edhe kushdo ka nevoj për me i thonë të lumët, për me mu krenu me punën që banë, që është presidenti që i harxhon pare, që është vajzat që nuk shpërblehen, a jam i binun që Lazar Matia është shumë korrekt, por prap jam i binun që e meriton ma shumë se sa merë kjo që kena përballë, e tjera. Pra, jam krejt me atë që thot Fredi që kjo kampionat gati bëhet formalisht. E kjo formalitet shfaqet edhe në media. Po ka punë? Të kombëtarja femrave ma shumë vinë për jashtë se sa i marrin për të Shqipnia. Vllaznia normalisht i ka ma shumë, për ekipet tjera nuk e di. Arbiona shikon edhe thuhet komshiu. Komshiu imagjinohet keqja ty të vjen nga ky komshiu. Domethënë ta heqim tani Arbionën nga Kosova. Jo. Arbiona është e jona. Ja, unë kam një kombëtare në femrave. Unë kam një kombëtare. Unë personalisht kam pas shumë vajza kosovare në ekip dikur, dhe vajzat kosovare kanë një nivel më të lartë në aspektin sportiv. Dhe pra, unë i kam nërsu. Këto i kanë dhënë tonin futbollit të femrave në Shqipëri, po kështu edhe në Kosovë. Por na vinë disa vajza tjera nga kontinente tjera që s'ka, kena vajzat tona. Kena vajzat tona. Atëherë ta thot ka buni mendimin deri në fund, po ka buni. Normalisht që vinë për kontinente, vinë për shtoj dijet prej Australijet ka kombëtare, është një sulmuese, mësoj dion që është në kombëtare prej Australijet. Jepet anësi domethënë aty, nuk jepet anësi kampionatit shqiptar. E ke pyetur ndonjëherë pse vjen nga kjo nga Australia? A e diti ka bun që shumë shkodran janë banues në Australi dhe bëjnë lobbying, që nuk po i thonë Debiazit, për një lojtar nga Kosova që ka qenë nga kombëtare shqiptare dhe tha më në fund, le të bëj gola sa të duash, unë nuk e fus në kombëtare. Është lobingu që në Australi është shumë i mirë, sepse ka shumë shkodran që banojnë në Australi. Për këtë rastin e këtij Beris, që ke fjalën, jam dakord me Debiazin, sepse kë e kanë kërkuar edhe më përpara për marrën kombëtare, do ka thënë është lagësia e madhe që mu nuk bën marrë. Pse të shti duhet marrë ky me zonë vendin e Balës, Salit ose në kujt tjetër, që vjen për çdo grumbullin kombëtare për marrë me lujt në Francë. Po kjo opinion duhet jetë edhe për Minen. Për kë? Për futbollistin e Interit. Rimani. Bravo. E Lushnjani. Ky opinion duhet jetë edhe për të.
Shpresojmë që tjetë kështu. Jo, shpresojmë që tjetë kështu, sepse ai nuk është pjesë e kontributit, por gjithatë ka një interes tjetër për atë. Rej, mojnë është gjatë tjetër. Këtu me firmues lojtar dhe këtu kanë më se kanë një menaxher. Deklarata e Debiagjit është e gabuar nëse Berisha është më mirë se këto tjerë, pavarësisht se lot në Australi. Unë mendoj që Debiagji e ka justifikuar atë që është larg nuk mundet më ardhë grumullim rregullisht e një tjetër. Nuk e ka justifikuar Debiagji. Por nëse ai është më i mirë se këto që janë këtu, duhet mu marrë jo në Australi, po ku diun edhe me kanë në planet tjetër. Që nuk është pjesë e kontributit, atëherë nuk e meriton me kanë pjesë në Është pjesë e vlerave, se në fund ta kërkojmë rezultat. Ai është tirë. Ai ka pjesën Debiagji dhe të njëjtë më përpara. Ai ka refuzuar për gjërat barabarta, ama ne duhet mu marrë ai që kontribut. Futbollit tanë se e kanë më shpesh. Na fillon ti futbollit tanë në këtë pjesë, por unë diskutoj në aspektin e nivelit, nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe. Është një njëjtë diferencë ose edhe më poshtë se futbollistët tona. Të vjen ata duhet të marrë ata që janë këtu, po kur diferenca është e madhe duhet të marrë tjetrin. Yes, kërkohet edhe rezultat diferencë. Duhet të theksojmë diçka, në federata me të vërtet ka një farë kontributit në zhvillimin e futbollit thanave. Domethënë ka një fond që e për çdo vit për çdo ekip. Megjithatë unë do thoshë që po të bëjmë analizë thjesht, ka 3 vite që numri i futbollistëve në futbollit thanë është stopu. Pra kemi 10 ekipe me nga 20 vajza në për ekip, pothuajse të 200. Kontributit po ka 5-7 vjet që kaq është numri. Po kjo është një minus i madh për futbollin e thanë në Shqipëri, për zhvillimin e futbollit thanë në Shqipëri. Numri ka me në vend numro. Pra kjo është një minus i madh që duhet të analizuar. Tjetër është që kontributin më të madh të zhvillimit të futbollit thanë po japin këto ekipet. Pa dash me kontributin e vllaznisë, do të diku tjetër. Pra, i boni ka punon me brumin e vet. Llodori punon me brumin e vet. Pra me vajzat të qytetit, të rrethit Shkodrës dhe Ajaxi e kështu me radhë. Kurse vllazni janë pa dash me kontributin se janë vajzat më të mira të futbollit shqiptar. Ka një model tjetër menaxhimit. Ka një model tjetër menaxhimit. Është thjesht forca e presidentit, i cili i mledh këto vajza për arsye financiare. Që ne nuk e kena këtë model. As ne, as Shqipani, paktën për momentin, as Ajaxi. Ne i marrim vajzat, i prodhojmë, i rrisim ne, edhe i bëjmë gati, kurse vajzat që vinë të vllaznia vinë gati, janë vajzat më të mira, më të talentuara që ka dhe që merren me futbollin shqiptar. Kjo është pozitive Lazar Matis? Kjo është pozitive për të arritur qëllimin. Qëllimi për të dalë kampion. Kjo është pozitive, sepse ose është si modeli i Kuksit. Identik. Me 1 ose 2 kuks janë në rëndë ekip. Por ai arriti ato objektivet. U fut në Europë, duhet me pranon. Edhe pse ne nuk na pëlqen si model, sepse nuk ka akademi, nuk ka vazhdimsim. Apo jo. Por ai ka arritur qëllimin si biznesmen si është. Në këtë aspekt e vllaznia ka një kontribut tjetër, sepse na përfaqëson ne në rang ndërkombëtar. Por në aspektin kombëtar, kontributin më të madh e japin ekipet e dorës dytë. Dhe dorës dytë në kuptimin që jo të keq fjalë, po ekipet të cilat janë pjesëmarrës në kampionat, të cilët kanë mbrumin e tyre edhe e marrin edhe e prodhojnë këtë futbollistë. Nuk e marrin gazhin si me vllaznia. Kalojmë te voleybolli, Klavja. Kaq e lehtë ishte fitoria me Partizanin? Po, kundërshtar të lehtë nuk ka, si dihet. Çdo ne shehi me fitu, me dhanë më të mirën tonë. Me dhanë atë që kena mundësi, edhe atë që ne bëjmë stërvitje. Me që stërvitin e aty të Pallati i Sportit që është afër atit stadiumit gjigant që thuhet më në fund, më 29 mars duhet mbaroj, po ka probleme tani, ka dalë problem, nuk dhe diskutoj sot. Ai flamuri ngjan, ka të ngjyrën kuq blu, po ka një të verdh, nuk dikush të bardh, dikush thot Valtedetit, dikush po ta marrësh mbrapsht flamuri francez, po ne na intereson flamuri thot dikush i Serbisë, dhe duket se Sukurbia është mikeshta jon, është komshia jon, kemi një totor, të paktën breza përpara, po pse mos jemi miq me Serbinë, me Greqinë, me Italinë, se jetojmë në Ballkan, jetojmë në Evropë, po ne mshojmë dhe një moment të tillë, profesor Milli një fjali. Nuk do të diskutoj sot. Në tetorin e vitit kaluar, ashtë s'kem planifikuar baneshe me Serbinë këtu. Edhe në trajta Barseletash, që Shkodrës edhe nuk i muojnë, ashtë thanë sikur kryeministri joni ka thanë kryeministrit të Serbisë që do t'jesh si në shpitane, duket
Duket mos ka kanë në ideja i flamuri ashtu për me prit serbit. Do të Marrë shkojmë- Shkodrës, e njim në për tavolina. Klavja kthemi. Shtëpia jote e dytë dhe fiton ndeshjet është Pallati i Sportit, i cili është i vogël. Më lehtë e keni në Shkodër apo ndeshjet jashtë Shkodrës? Në Shkodër kena mbështetje edhe të po edhe se kena publikun. Po ma gjithsesi fusha parketja është mirë. Po hapësinat kanë mundësi edhe për ma mirë. Ndërkohë për të kaluar në ndeshje duhet stërvitesh. Kushtet i keni ideale apo keni përplasje jo me orar, pa orar? Se problem do të ketë edhe gjithë ekipet që stërviten në Shkodër, duke qenë vetëm një pallat sporti. Stërvitjen. Puna orare është dhe me thonë se ne vajzët e volejbolit edhe basketbolit është orari 2 deri në 4 dhe 4 deri në 6. Dhe me thonë, herë kena mundësina, herë nuk ka mundësi basketbolit se të pa se vajzët janë shkollë edhe nuk kanë orare. Kja është problemi ne i këtë javë që kena pas me Partizanin ne që jena mundu nështë edhe kena ba mungesa në shkollë veç për marrë me ba stërvitjet fort që shëqërfitu me edhe neshe. Po ama nuk mundesh për herë me lanë shkollën, si me thanë, për marrë me ba stërvitjen. Klavja kjo ndodhë nga që drejtoresha jote, mësuesja jote është tifoze e Sadie Gogës dhe ju toleron se në arsimi është e shenjtë. Ora e mësimit është ore e shenjtë. Tani, në qoftë se do bërë sport, po t'isha unë drejtor, do thosha shko bërë sport dhe largohu nga shkolla, po mund t'i bësh të dyja. Si bëni ju të dyja? Na kena pedagogë që edhe na kuptojnë. Nështë kena edhe pedagogë që nështë thojnë oke, ti vazhda bana qinin, po nuk e ke mirë nështë se po banë mungesa shumë. Oraret, mandona, kur kena mundësi gjithmonë, po i hinë hak shkollë shumë. Ale Zysha është person që na kuptan shumë mirë në këtë aspekt. Ja ku ndodhë kjo për shembull të futbolli ju bandanjës, të futbolli beni e femrave? Justifikon me gjatë ne mundona, pavarësisht të ndoshta të një aktivitet që është i detyrueshëm, për shembull grumbullimin kombëtare, mundona që vajzat mos t'i shpusim nga arsimi, pasi është pjesa kryesore e jetës tyne, dhe në bazë saj ne mund të nga edukimi i mirë në shkollë, mund të përfitojmë dhe ne në aspektin sportiv, që mundohemi që mos t'i shpusim nga shkolla. Kalojmë tani pikërisht e momenti i vllaznis. Se gjithçka lidhet me këtë emër, po jo për vllaznin e Arbionës të femrave, as për vllaznin e voleybollit të Sadie Gogës, për vllaznin e Armando Cungut, ku luajti në Vlorë. Le të shikojmë hyrjen. Kjo ishte fillimi i takimit në një stadium i mirë, që shikoni dhe në pamje, kur uniformat e bardha janë të vllaznis ton, dhe uniforma ku ky është stafi nga Shkodra, ku mungonin vllaznit, po nuk mungonin shkodranët zyrtar të klubit, pikërisht është momenti fair play-t, kur dy kapitenët e ekipeve, në këtë rast shikojmë Shtupinën me numrin 10, shkëmbehet me Telushin, autori i golit të dytë me 11 metrësh për Vlonjatët, dhe ka buni çfarë prisje ti në prag të këtij takimi, kur kishte filluar pak të largohesh aty fundit? Unë e pash neshën dhe thonë drejtën nuk pëlqej performanca e ekipit. Unë ashtu si që ka deklaruar dhe trajneri Cungu përpara neshës që jam i kënaqur me barazim. Normalisht barazimi me thonë drejtën na vlete shumë, por me lojën që u zhvillu, rezultati ishte i drejtë. Arbione, le çikojmë golin e parë nga regjia, pikërisht kur vllaznia po luante mirë dhe vjen ai momenti, ky është aksioni i golit, topi në zonë, Lushtaku me kokë, mbrojtja vazhdon të jetë në xhiro, rreshtimi i keq dhe ka përfunduar topi në rrjet. Rreshtimi i keq po. Rreshtimi i keq në mbrojtje. Mbrojtjes po. Jaku? Shpërqendrum. Është rreshtimi i gabumit në mbrojtje. A ben, a mund Dragojevic që mund të dilte, mund të grushtonte, mund të udhëzonte mbrojtjen?
Unë do ta mesha që në fillimin e tija si aksion. Jo duhet të themi që ky është aksioni i parë i rrezikshëm në portën tonë dhe përfundon me gol. Pra, unë do thosha që në përgjithësi, po t'i bëjmë analizë, nuk ka pozicionimi, rreshtimi i lojtarëve, mënyra se si luajti Vllaznia ishte shumë e mirë dhe shumë efikase. Vjen një moment edhe të zjarm pa problematike që ke. Por qysh në pasin e parë ose pa thonë jo në pasin e parë, në pasin e parë që nuk shihet në kronik, lojtarja shkret i lirë dhe bën pasin e aqon në lojtarit që ka fundoren, edhe mandej edhe rreshtimi i gabumi i mbrojtës. Pra, duhet ta marrim që në fillim. Pra, me presingun, Vllaznia ka një problem. Edhe nuk arrin me bë presingun e duan për gjatë gjithë minutave, po edhe nuk reziston presingun të kundërshtarit. Megjithatë unë pash një Vllazni shihet një Vllazni me dy fytyra. Tjetër Vllazni kena që let Shkodër, o tjetër Vllazni që let jashtë. Kam parasysh edhe neshin me Durrësin, edhe neshin me Vlonën. Neshin me Durrësin unë do thosha që dorin pa një problem që Vllaznia nuk përballon presionin e kundërshtarit. Pra, që deri në golin e parë kena pa një Vllazni të shturën edhe një kundërshtar i cili na sulmonte vazhdimisht derisa realizoi golin. Kurse në Vlonë kena një Vllazni tjetër. Të paktën deri në momentin e golit ka qenë shumë mirë rreshtuar, e ka përballuar shumë mirë, biles, nganjëherë Vllaznia ka dalë nga 4-5-1, 4-1, 4-1 në 4-8-3 pasër. Pra, unë do thosha që edhe flamurdari, por edhe Vllaznia bani shumë vështirë flamurdarit, por edhe flamurdari nuk ishte në ditë shumë të mirë. Megjithëse, unë do thosha që problemi më i madh i Vllaznisë në Vlonë ishte mos qarkullimi i topit, edhe mbajtja e tepruar e topit, sidomos pjesën e parë. Kanë qenë 2-3 aksione të Vllaznisë, të cilat për arsye të mungesës të kësaj filozofi loje, topi nuk ka qarkulluar si duhet edhe nuk e ka shfrytzuar kundërshtuesin ashtu siç dashur. Dhe minutat e para të pjesës dytë, profesor Milli vjen dhe goli i dytë me 11 metrash. Ky është aksioni i golit, regjia do ta vëri tani dhe ta shikojmë të gjithë. Ky është aksioni i golit. Dhe do ndalemi pak gjatë, jo pa qëllim ju drejtova ju. Është penalti. Penalti, bëhet fjalë. Penalti. Penalti nuk diskutohet. Ja ku me i fjali penalti. Penalti. Penalti e pastër. Kabuni? Pastër krejt. Arbiona? Arben? Herë e parë në Shkodranë thonë penalti kundër Vllaznisë. Po tregon që studia jonë ju ka emancipuar. Është emancipim kë, ë? Piro të bën përshtypje pa dash në ban specialistin, po. Bën përshtypjen këtë neshe duket mungesat i mbrojtësit Cicmila se i ka likuar shumë. Bën përshtypje që mbrojtja e Vllaznisë është depërtu kollajn këtë neshe. Duket ai është një lojtar i rëndësishëm për mbrojtjen e Vllaznisë. Kur te goli i parë, unë mendoj që fajin kryesore ka portieri sepse topi ishte në vijë funore, edhe ai vazhdoi të rritet e shtylla para aty. Nikoçi ai duhet vite në çanër ports, marr shpejt, sepse po ti ishte i vendosur në çanër ports, kur topi godit me krye do ta pritte top. Por topi shkoi te lojtari që ishte midis gati te pika e penaltisë. Ky po raporte prej shtyllës marrë në çanër. Më fal, profesor Milli, le ta kthej regjia edhe një herë golin e parë dhe ndërkohë profesor Milli vazhdon komentin këtu në studio. Ky është goli i parë. Shifë ku është topi, Piro. Shiku është topi, shiku është portieri. Portieri në momentin që niset topi është te shtylla krejt. Shiku rrin portieri. Në këtë rast ai duhet marrë te portieri, shisa me vonesë ka shkuar në çanër ports. Ky është shkaku me najon që ai ka psu gol. Mendoj që nuk është foj portierit, sepse portieri po ti ishte në çandër. Portieri duhet të ardhë çandër në momentin që topi ishte në vijë funore, sepse sa erdhi topi ai mund vite. Nuk mund vite në çandër sepse ai kishte sulmuesin tjetër përpara. Shive, shtyll parë. Mund të hapë gol në pozicion ai. Mund shkote topi te sulmuesi parë dhe mund shënohet çfarë, shive, ka et kollaj. Të dy sulmuesat ishin pra, ai duhet vite më shpejt në çandër. Kështu e gjykoj unë. Për mua është foj Morica të moshë. Pa natyrisht edhe Moricat e kanë lënë të lirë krejt atë, unë e thash fillim, mbrojtja Vllaznisë në këtë neshe shumë e hapur. Është shumë e hapur edhe kanë depërtuar lirë, gjashtë nuk ka ndodhur neshe tjera. Ne psu me golat që ka psu Vllaznia në 3-4 neshet e fundit janë tan gola karambola që janë fatkeqësi, kurse në këtë neshe psimi ishte dobësi e mbrojtjes. Ndikon që nuk di dhe mirë shqip që të jetë një trajner i dytë. Ndikon mungesa ju shqipe në mënyrë të zhdërvjellët për të drejtuar, se fundi është një trajner në fush. Mase edhe ajo është, po nuk mendoj që ai nuk ka arrit mu marrë vesh të la me 2-3 fjali ka mësuaj sa me i thanë majtas e djathas, po. Mase edhe ajo është, po. Gjithsesi është ndoshta për fajt i këtij portierit është nesha e dytë që u masim, edhe neshën e javë më parë
ai tërhoqi duart e topi shkoi në shtyllë, alla ishte një veprim krejt i pakuptueshëm për mua. Alla nuk e marr vesh kur ai hidhet me prej topi dhe në momentin që topi afrohet ai tërheq duart. Klave, do vi ky momenti që ne diskutojmë kaq shumë për volejbollin sa diskutohet për futbollin? Besoj që po. Por këtë mund ta bëjmë me publicitet apo me reklam? Këtë do zgjedhësh? Reklam edhe rezultate. Kurse ju Arbiona? Publicitet. Të dyja në një. Pra kjo ishte reklama dhe publiciteti në një dhe ju e ndoqët. Tani më thot regjia, po gjok, të kuptoj. Jam lidhur drejt për drejt në këto momente me Radio Televizionin e Kosovës, me kolegun tonë sportiv Gani Kosumi, për të mësuar Arbiona dhe Klavja, unë edhe ju që na shikoni, çfarë ka ndodhur në Kosovë në sport të javë. Po lidhem drejt për drejt me Gani Kosumi. Gani, mi mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje. Atëherë ju dëgjojmë. Fillimisht kërkoj ndjes për shkak të angazhimit që kam pasur në një emision të drejt për drejt, prandaj kjo ishte arsyeja që nuk jam paraqitur në program në kohën e caktuar që jemi marrë vesh. Sido që të jetë, kjo javë është shënuar me aktivitete të shumta sportive, sidomos për ndër të 17 shkurtit ditës së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Janë zhvilluar edhe garat të rrethit të dytë Kupës së Kosovës në futboll dhe mund të themi kryesisht janë arritur rezultate të pritura. Në rrethin e dytë për garat qerek finale në kualifikuar, Trepqa të Atonon, Prishtina, Gjilani, Drenica, pastaj Drita, Llapi, Perizaj, kurse fitore më të thellë në këtë javë, në vërtet në këto gara ka shënuar Prishtina duke mundur Istokun 5-1 dhe Gjilani të Fikxhangan 6-0. Në kuadër të aktiviteteve sportive për nder të ditës së pavarësisë, janë zhvilluar garat në Kupën e Republikës së Kosovës në futbollin e sallës, fituesi i këtij trofeji është Feniksi nga Drenosi, pasi ka mundur li Bunrin e Gjakovës me rezultat 3-1. Takimin e Kotrrekut ka përfunduar pa fitues 7-7. Është mbajtur edhe tash torneu tradicional në boks Pavarësia 2016 organizuar nga Federata e Boksit e Kosovës. Në këtë torneo janë paraqitur boksierë nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova. Fituesi trofeut të si vjetën Pavarësia 2016 është boksieri nga Kosova, antari klubit të boksit Gollaku Patriot Berami. Kupën ja dorëzoi Mehmet Bogojeci, sekretar i përgjithshëm i Federatës së Boksit të Kosovës. Do theksuar se teknik më i mirë është shpallur përfaqësuesi nga Shqipëria Taulant Zajmi. Informacionin nga atletika organizuar nga Federata e Atletikës së Kosovës për këtë përvjetor janë mbajtur edhe garat tashme tradicionale vrapimi i pavarësisë 2016 në Junik. Në këtë garë morën pjesë përfaqësues nga 3 shtete, Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova, si edhe vitin e shkuar në 2 disiplinat kryesore për të rritur në 10 kilometra, fitus dolën Luljeta Shala e Llapit të Podjevës dhe Ilir Kellezdin nga Shqipëria, pra klubi Skënderbeu Korçë. Çmimi vrapimi pavarësisë 2016 takoi të resë Gentiana Pesit nga Mitrovica. Dhe kretë në fund një informacion që ka të bëjë me notën, po ashtu aktivitetet të zhvilluar në kuadër të pavarësisë së Republikës së Kosovës, janë zhvilluar garat e notit Kupa Pavarësisë 2016, ka marrë pjesë hiç më pak se 103 notarë nga 9 klubet e Kosovës. Trofeu i pavarësisë takoi klubi Termopan nga Prishtina me 17 medalje të fituara të arta, pas tyre janë Prishtina me 13 medalje të arta, ekipi mikprit Zeniti me 10 medalje të arta e kështu me radhë. Gani, kam Arbiona Bayraktarin, vajzën nga Kosova, qikën nga Kosova së bashku me disa kosovare, Lazar Matia, vllaznia është në finale të Kupës së Shqipërisë në futboll për femra me Kino Studion. Po, me siguri është një lajm i mirë, megjithatë kisha theksuar se në kuadër të aktiviteteve përfaqësuese e Shqipërisë futbollit të femrave ka zhvilluar ndeshje me Kosovën, në kësaj radhe Kosova ka dalë më e mirë se Shqipëria 3-1 me rezultat në takimin që është zhvilluar në Elbasan, dhe mendoj se futbolli femrave ka një perspektivë jo vetëm në Kosovë, por në përgjithësi të shqiptarët, por do të një investim më i madh te to, kjo krijon kushte më të mira dhe shpresoj se
në të ardhmen në futbolli femrave do të dëgjohet në Evropë dhe në botë. Po, kjo kombëtarja është e veçantë me Altin Raklin, ka shumë diskutime. Kino studio me Vllaznin. Për kë mendoni që do të fitoj Vllaznia për të trener kupën ku ka Arbionën me shoqe? Vllaznia me Kino studion në këtë javë që jemi do të luaj finalen e kupës. Konsideroj se Vllaznia ka ekip të mirë, megjithatë ndeshjet e tilla nuk dihet fituesi dhe mendoj se gjasat janë të barabarta, ndoshta Vllaznia ka një përsi sepse ka angazhuar lojtare të reja dhe ndoshta ato janë freskit që mund të sjellin trofeun. Vllaznia është mundur në futboll, Armando Cungu në Vlorë 2-0. Pret ndeshjen e radhës me Laçin. Si e shikon Ganiko Sumi nga Kosova e Curinë e Vllaznisë? Konsideroj se Vllaznia tash ka hyrë në një fazë ku pati disa kundërshtar të vështirë, ndoshta një barazim me Laçin do të ishte i mirë, sepse Armando Cungu e njeh mirë Laçin në vite me radhë, ka kontribuar si trajner atje dhe njeh dobësitë e skuadrës, megjithatë mendoj se një pikë nëse fiton Vllaznia me Laçin do të ishte sukses për shkodranët. Falenderoj. Shumë profesional, thotë, po ka dhe njerëz të tjerë që thonë. Jo këtë ke marrë çmimin Anton Mazreku. Pse Gania hoqe 3 pikët Vllaznisë, më Gani, i le vetëm 1 pikë, ka buni po busqes, shikoni. Mirë, do të falenderoj, ishim drejt për drejt me kolegun ton nga Radio Televizioni Kosovës Ganiko Sumi për ecurinë e javës. Arbiona, më duket ai nuk ishte dhe njëri Ganiko Sumi. Nuk e dinte që Vllaznia juaj është absolute, këtë e di Arben Parmeza. Ganiu nuk e di akoma që ju jeni absolut. Nuk lini një gol, i quani fitore bi 4 gola e sipër. Për shembull edhe gjysmëfinale 4 gola quhet barazim, do të ishte 5 gola me formacionin e Genç Ymerejt. Shto është. Atëherë, le shikojmë tani te Vllaznia deri në fund, pikërisht me të ftuarit tan, kur Vllaznia sulmoi shumë. Kemi nxjerrur me Fationi, me Turi, me Marviksin këtë moment rasti i Kalas që duhet të ishte gol. Fillojnë me Mihil Shkëmbin. Ky është një rast ku për hir të vërtetës do të ishte gol. Futbolli është edhe fat, Miro. Është edhe fat. Unë jam krejt dakord me atë që nënkuptoi edhe trajneri Sumu për këtë neshje. Kjo neshje përjashto mbrojtjen për mua ishte si neshje tjera. Vllaznia ishte e barabartë përjashto rreshtimin mbrojtje ose mungesën që pat mbrojtje thamon. Kështu që nuk duhet me mu mërzit ka shpejt. Natyrisht Vllaznias çdo pikë që humbet është e rrezikshme për Vllaznin, por gjithsesi unë mendoj që Vllaznia ka me bëhe surpriza prapë pozitive. Kabuni ka një rastit nga goditja e këndit, ku Vllaznia përsëri rrezikon, ta shikojmë dhe një goditjen e këndit, e më pas Sefa që duhet kombinonte më tepër. Akoma nuk ka një lidhje që ta marrë topi. Kjo është goditja e këndit? Kabun? Kjo ishte brenda zonës ka përplasje, profesor Mihili, shiko, portieri është e njëjta skenë si Kuksi të Uta në Kukës. Pra mund të ishte faull për portierin, po mund të vazhdonte loja? Nuk është se lojtari Vllaznisë ka shku me pengu, portieri ka kërcyer të. Portieri ne ka pengu lojtari vet. Shikaj. Ka ma shumë, ai ka himi 22 lojtarë, bile lojtari vetë është ai që e ka bërë me ran tokë. Gjithsesi portieri favorizohet në lojën e tij, kështu që Regjia le të vazhdoj aksionin tjetër, kur pikërisht Sefa është një nga lojtarët që i beson ky është momenti, është futur në zonë që shikoni ka gjuajtur me të majtën, por ka kombinuar dhe ka pretenduar për 11 metrë shmiri. Ja. Ka bun? Topi është shumë i afërt, sido që të ketë kene, nuk e shojmë. Goditja është shumë afërt, kështu që nuk bëhet fjalë për penallti. Kontakt me dorën ka, po dora është e mbështetur te Gjoksi, kështu që nuk mendoj se ka. Si sa afër është? Ashtu për penallti. Plus që është afër, por është pa shmangshme. Dorën e kanë plallën Gjoks. Profesor Jaku, këtu ai gabimi që tha në fillim njerëzor ose ka arbitrit nga një nuk i shikon syri i majt. Ky është gabim as njerëzor as gabim. Tu s'ka gabim që. Po pse ngritën duart Shkodranët?
Natyrisht është instinkta sa shef që një... Është lojë, I bëhet edhe personalitet. Klavja, ndodhë shumë volleyball, për shembull bëhet lojë, e preku to rjetën, se preku rjetën, po. Ishte me anë, ishte ja. Dhe le të ndjekim intervistën e Cungut dhe kthehemi përsëri në studio. Intervista. Tuk e kanë ekipi i ri, nuk ka dhe eksperiencën e duhen. Për të menaxhu lojën edhe më tepër, jashtë fushës vetë. Duhet kuptojnë që ekipi duhet sillet nësh brenda fushet, nësh jashtë fushë lojës. Jashtë stadiumit vetë. Besoj se edhe pjesa e parë e tillë ishte, kur realisht për mendimin tim lut më mirë në pjesën e parë. Dhe në momentin e vetëm që gabume në vendosje, edhe në momenti i vetëm edhe i flamurtarit një krosim pa pretendime, nuk asë ishte aksion i rrjellshëm i kundërshtarit. Psu me golin, pra goli psohet me shumë lehtësi nga ana jonë, ku një kohë që i vujmë jashtëzakonisht shumë atëherë për dalë përpara. Rudovic bashkët me vrapin një farë mënyre të krijuar një dyshe të mirë tek ekipi dhe i dhanë një farë ekuilibri të aspektit mbrojtës. Në këto kushte këto janë mundësitë e vllaznisë. Duke marrë mundësi Cmel, mendoj me t'i japi mundësi një djalit 19 vjeçar i cili po thuj janë ndeshje 2 që luan në historinë e jetës së tij futbollistike. Në këto kushte natyrshëm që është djalë me emocionet, me problematikat e veta dhe nuk mund të fajsojmë për një moment të vetëm e caktuar, por si ishte vetëm problemi tek Cismel, por ke pas dhe 3-4 sportistë tjerë në fushën e lojës të cilët kanë vujtë një gjendje gripale, të cilët pothuajse nuk stëvitin për një javë, të javët e pak. Madje 2 prej tyre kanë lanë shpillën në ndeshjen me Skënderbeut për arsye të gripale. Kontingjenti i vllaznisë kaq është i limituar dhe normalisht një sportist e ndajnë shumë ma tepër. Nuk mendoj se kishte rame drastike tek ekipi i vllaznisë. Pjesa e parë thash diçka e mirë për ne. Ku kundërshtari nuk na rrezikoi absolutisht, i dhamë asë edhe mundësitë vetë me këtë kundërshtari që sot po flitni me superlativa, për mua ishte i flamurtar, ndoshta ishim në shumë mirë, por ndoshta ishte do flamurtari, por me këtë duhet të them që pjesa e parë nuk na rrezikoi absolutisht asë edhe herë. Dhe u psuaj gol me një vendosje krejtësisht të gabuar të mbrojtjes tonë në një moment të vetëm që vjen kundërshtari, me krosim thash pa pretendime dhe psojmë golin. Dhe natyrshëm që mendoj në pjesë dytë marrim i fije më tepër guxim në shumë edhe vendosje në lojë për tentuar të shku më tepër me forca tek sulmi. Dhe si për çudi gabojmë përsëri për dytit po në çantën e mbrojtjes, ku psojmë edhe golin e dytë dhe atëherë gjithçka bëhet edhe më e vështirë për ne. Kështu që besoj se kjo është edhe pasqyra pak a shumë 90 minutit. Nuk mendoj se vllaznia pson ramje drastike nga një në ndeshjen tjetër. Kjo është vllaznia momentale. Unë kam thënë edhe mos fitore, sport me Skënderbeu në shtëpi duhet jena pak durueshëm e kam tokë thjesht kena bë vetëm fitore. Një nisje të mirë sezonit, po nuk ka marrua asgjë. Kështu që do të vujmë, kam thënë, dhe kampionati do të jetë edhe më i egër dhe më i vështirë për ne. Kështu që besoj se me këtë duhet bim dakord. Nuk mund të kthejmë të na çojnë qiell për një ndeshje, sikurse nuk mund të na zhysin në fund po për një tjetër. Kjo ishte Cungu, direkt mas neshesh, me emocione. Ka bun ti që ka luajtur futboll, Beni që ka luajtur. Fredjaku ka luajtur futboll? Jo. Dhe me ke ndjekur. Kam ndjekur. Për Mili ka luajtur futboll. Pak. Ka luajtur djali jot. Ju zonjush luani. Ju Klavja nuk luani. Ju luani volleyball. Tani jemi në studio qetë e gjitha. Vllaznia nuk duhet gjykuar dhe kur është në Olimp, pra ka mundur Skënderbeun, ka barazuar me Partizanin dhe është mundur ka bun nga flamurtari. Trajneri e shikon të vërtetën në sy dhe ja thot gjithëve, jo vetëm të në Shkodër, pa ka thënë totalisht gjithë shqipnisë, gjithë shqiptarëve, se kampionati ju ndiqet pothuajse në gjithë rruzullin. Dhe në fakt shikon çdo ndeshje të veçantë dhe qëllimi është mbijetesa. Normalisht, mbijetesa është ajo kryesorja për vllazninë dhe primarja. Unë besoj dhe mendoj, jo si shkodran dhe si shpërdashës i vllaznisë, por me qa shafune vllaznia mbijeton. Dhe kjo do të ndodhi shumë shpejt. Qysh këtë javë që mendoj se laçin s'duhet të diskutojmë, nuk na lëvërtisë barazimi, duhet vetëm fitoria. Dhe mendoj se do ja arrijmë, përderisa kena mujt Skënderbeun dhe kena nal Partizanin në barazim në Shkodër, ku pat nikim edhe arbitri në rezultatin e takimit, kurse me Laçin është historike e tjetër, Laçi është pa pretendime, vetëm aja që më thajti në fillim aleancat, mund bëjnë që të ndalin vllaznin, por vllaznia ka
totalisht mundësit për me fitu neshin. Atëherë kjo është tema e tanishme, Jaku, Parmeza, Klavja nuk do të ngacmoj këtu tek aleancat. Ka një aleancë, për shembull e thash në fillim, e supozojmë Flamurtari, Laçi, Bylysi. Mund të ketë një aleancë tjetër. Gjithnjë Cungu ka luftuar e njeh shumë mirë kampionatin shqiptar Cungun. Tani për të folur shqip do thot flasësh shqip. City nuk luajti me rezerva dhe fitoi Chelsea. Tani kjo aleancë, Laçi do të luaj me vllaznin edhe për Bylysin, edhe për Flamurtari. Bylysi po neshin me Skënderbën. Me Skënderbën se besoj se do ta tolerojnë Bylysin, sepse ka objektivat e Skënderbeu po veta. e fuste aleanca me vllaznin. Dakor. Skënderbeu fiton Ballç, vllaznia në Laç, shkutet 3 pikë Ballçit. Unë nuk kam qef me komentu këtë pikën e aleancëve, Po që mund jetë fakt. Unë pëlqej shumë supozime, deklarata e trajnerit vllaznin, si ishte shumë profesionale, shumë e logjikshme, një analizë reale e ekipit. Pra, vllaznia pati probleme në mbrojtje dhe unë mendoj që do të korrigjohen ato probleme, sepse edhe penaltia në kjo si shohim, edhe penaltia e shkaktuar ndaj vllaznis, ai mbrojtësi mund të analote pa shkaktuar faulat. Ata bani një veprim të kam, të tërhoqi kam të musit kot pa kur mund të pengote sepse u vënosën përballë njëri tjetrit. Gjithsesi kjo, unë nuk jam dakord me këto termat aleanca. Sa për histori, në qofse për me kundërshtu vetëm këte, që Bylysi me Laçin nuk mund të pranoj kur që kanë aleancë një me tjetërin, sepse janë dy ekipe që kanë histori shumë të keqe një me tjetërin. Nëse ka dy ekipe superiore që në historinë e tyre kanë kontradikta më shumë janë Laçi me Bylysin. Unë i kam vëzhguar disa herë këto dy ekipe dhe gjithmonë kanë problematike. Edhe në fazën e parë të këtij sezonit. Kështu që nuk mendoj që duhet ta mbështesim të aleancën. Jo, e rëndësishme është që vllaznia s'ka aleancë me kërkën, përveç se me tabelën e klasifikimit. Arben, nga njerë nifet Laçi është ekip pragmatist. Shikon vetëm interesin e vetë dhe mire ka. Me Cungun pa Cungun, Laçi ka eliminuar Partizanin, por e ja ka dhënë në kup, nuk ndodhi këtë radhë. Presi njerëzit, se kështu qifti, Laçi Partizani, ndodhi dhe vjetë, ndodhi dhe si vjetë, po vazhdon e kalon çdo kampionat. Nuk po e themi aleancë, po themi bashkëpunim, që lejo, thamë, City me të rinj lujti kundër Chelsea. Mund tjetë edhe rasi, por mund të mos jetë edhe rasi. Me shku me lënë, me marë pikë në lënë, me lënë pikë në fush vetën, mund tjetë rasi, thash, por mund të mos jetë rasi. Po unë në analizën teme nuk po qyë rasi, për me dalë për të vllaznia. A mundet kjo vllazni me bëhet të tilla rastësira. Me këtë model që ka vllaznia e ka të pamujtën. Është e vërtetë që vllaznia ka kanë shumë bamirëse këto vitet e fundit me Bashkinë. Mos të jemi historinë, domethënë. Është e vërtetë që kjo vllazni ka provu një arbitrim skandalos gjatë këtyre viteve, edhe reagimi ka qenë shumë i vogël për me Bashkinë. Është e vërtetë që në thojsa kjo vllazni me Bashkinë është në përkom. Dhe është trajtu si mall pa zot. Prep, sepse është ky model me Bashkinë. Edhe prep shtrej pyetjen, a mundet kjo vllazni rastësisht me bë një të ngjashtë si bani Laçi me Bylysin edhe me Vlorën? Nuk mund të më bë. Jo, s'themi për vllaznin, mund të themi një ekip Jo, tjetër. nuk mund të më bë sepse është ky model që nuk e lejon vllaznin me bë tilla aleancë. Por vllaznia mund të hapsojë nga aleanca. Po, këtë javë ka psu. Një humje jashtë nuk është si gjë. Dhe sidomos për këtë vllazni me këtë kualitet futbolliste që ka. Mos harroni se si arri vllaznia prej paspor. Me Patarisa ka. Po si pretendojmë ne që me kanë kaq e mirë këtë vllazni me fituar jashtë Milon. Por ajo që rënoi vllaznin është fitoria e Bylysit në Laç. Kjo rënoi humbje më tepër vllaznis. Sepse Bylysi mori pikë aty ku nuk u desh me marr. E tonë pyetje për si ka mundësi që ky Bylys shkon e merr pikë aty ku s'merr pikas Tiranas, Korçës, Flamurdari. Ja, ka punë, më thot dikush, në shkruan, po, dhe me 10 lojtar, thot. Bylysi në Laç. Me 10 lojtar, një lojtar më pak, dhe media ka qenë më agresive me Laçin, se metodat pastaj dhe të kolegëve të mi, që paraqesin një dram, kur është komedi.
një gjama se në futbol fiton me nën lojtar, sepse ka tregu edhe Laçi ku ne s'kanë bët, që prej 1-0 me s'kanë bën, Laçi me 2 kuçe, biles në atë kohë ka kanë trajner Amando Cungu, e ka këtë rezultatin 2-1 për Laçin. Mund të fitosh edhe me këtë koç, po besoj se mbyli si ka ta forca dhe ato cilësi lojtarësh për me rra Laçin Laç. Tash nuk e di për më gjatë, tash mund tonë aleancë tek këta, unë besoj se ka aleancë. Ja. Më falë se nuk e pyeta Arben, Mahilli nuk e pranoj, Kabuni e pranon. Ju e pranon? S'po them për vllaznin, për përgjithësinë kampionatin tonë. Unë e pranoj që kena provu arbitrime skandaloze, jo të rastishme. Gjatë historisë... Lejmë arbitrimin. Po jo të rastishme. Jo në mënyrë drejt për drejt, të njëri Cungus që ka thënë vllaznin të harrojnë se e hallin. Kja të harrojnë se e hallin, dhe me thonë sepse dikush është që do mi bo kesh vllaznisë. Ka punë që e përmendi pak Arbeni, që tha modeli tanishëm që vllaznia varet nga bashkia do ishte ndryshe, po të vareshe nga një privat. Dhe Cungu ka dalë zot, sa mori dhe karton të kuq në ndeshjen me Partizanin, fundi ishte ai zoti i kësaj vllaznie që ka dalë me shpatlla, unë do dënua 2 ndeshje e të tjera. Do ishte ndryshe, po të ishte private vllaznia? Normalisht që do të ishte ndryshe, sepse jena i vetmi ekip në kampionat shqiptar që jena me bashki. Dhe kja po duket të 5 vjet që gjithmonë të pështu për mjetesë. Asnjëherë të luftu për Kupat e Europës. Normalisht që kja gjë e keqe, sepse shtetja është krejt tjetër, sepse bashkia nuk e ka mend në veç të vllaznia. Edhe vllaznia të përdor, besoj, për interesat veta personale. Po, e kuptova regjia. Profesor Milli, ishim një tentativë për të lidhur me presidentin real të Tiranës, Refik Halilin, ai po udhton tani nga Korça drejt Tiranës, por nuk mundi, jam gati thot vi në studion e Star Plusit, sepse ka bojkotuar gjithë median, do ta shikojmë nesër kur ta lexojmë, gati Admir Uruçin për të dhjedhur këtu lajmin, për ta shtyp nesër në gazetë. Bën mirë, të falenderoj Admir. Ka bojkotuar Refik Halili bashkë me trajnerin gjithë mediat në Korçë, ka thënë ky është kampionat, nuk e di, nuk është lojë e ndershme, sepse luajnë presidentët, ai ka akuzuar dhe drejt federatën. Dhe kanë qenë shumë indinjuar, ne do ta kemi drejt për drejtu në studion në një speciale për vetëm ky lajm, që ky president ka gjuar kur të çdo gjë ne diskutojmë pak me Kabuni dhe me Beni dhe me Jakun, me Klavion ja. E diskutojmë me Arbionën, që ishte fair play. Ishin gati 1000 sa Tiranas me flamur, çdo gjë është dha 11 metrësh, por nuk dha një tjetër. Kot për atë aleancë, që e përmenda unë. Millit, a ka aleancë edhe në arbitrim? Piro, në kjo se këthejnë atë neshe Tiranës, unë noqe kronike, noqim neshen e Partizanit, pjesën më të madhët kohës, pash kronike në neshjes Korça me Tiranën, pash 2 rastet e penaltivet, një të dhanun, një të pa dhanun. Për mu, e dhanuna ishte gabim, e pa dhanuna ishte gabim, pra e pa dhanuna do të dhanë, e dhanuna nuk u do të dhanë. Atëre pra ta që në ndjekin se ka pra, ishte fjalla për penaltin e Salit? Penaltin e Salit, për mu, një arbitër i vëmenshëm, që duhet ishte i vëmenshëm, aja nuk ishte penalti. Realisht, mbrojtësi kapi topin aty, Sali urzu mi mbrojtësin. Penaltia është dënim kapital, është dënim Iran, është gol, është neshe, është kupë, është rezultat, që nuk duhet dhanë atë shkollaj. Arbitri u mashtru aty, nuk menoj që e bani me qëllim, por penaltia e Tiranës ishte krejt evidente dhe u do të dhanë. Aqë ma tepër, arbitri u do të me kenë një që menqëm sa që me kuptu gabimin e vetë, e jo me kompensu, po me të shutë drejtën në vend të pak të në krahun tjetër. Ishte rasti Gilman Ligës? Nuk e di cili lojtar ishte, po penaltia e Tiranës ishte neto penalti. Pra nuk ju dhaj penalti Tiranës, dhe ju dhaj penalti kotë kundër Tiranës. Që Tirana ka drejt me protestu. Këthena të pyetja që ti ban. A e ban janë dikoqi këte me qëllim? Pa qëllim. Unë menoj që jo, sepse Tiranën është e treta neshe që e arbitron Tiranën mas vitit të ri, ky arbitër. Edhe me Vlonin para 2 javësh, me Bylysën e me ke lujtën Tiranë, koqin patën, pra ishte një arbitër i kërkum për e Tiranët. A kuptan, nështë ta mas kësaj neshe nuk do të pranohet ma me arbitru Tiranën, po deri në këtë neshe, Tirana e pranoj me kënaqësi këtë arbitër.
Kurse lidhun me atë, piro se kam qef me qu atë logjikën deri në fund. Kapuni thotë që vetëm vllaznia është me bashkinë, jo, nuk është vetëm vllaznia, ka edhe ekipe tjera. Por është e drejtë. Futbolli duhet mu privatizu realisht, sepse edhe këta presidentat që kanë, edhe këta janë sponsora, nuk janë presidenta vërtet. Pra ka ardhur koha që liga e futbollit shqiptar mu ba vërtet private, dhe vetëm atëherë nuk do të ketë kështu aleanca, kështu përshërsinash. Sepse vërtet vllaznia është e pamrojtur, edhe është fakt ajo që vllaznia është një hak tash disa vite. Dhe është në shku pa drejtësisht. Por ama kjo s'do të thotë që duhet më dhanë drejt tonë ekipeve tjera që kanë sponsor ose presidenta në thojza që bajnë pa drejtësina. Që duhet pranojmë na? Që edhe vllaznia të ketë një privat, bëjnë edhe kjo keq si tjerat? Jo. Unë jam për të drejtën. Vllaznia këto 4 vitet e fundit çka ka marrë tamam me djers. Jashtë hin hak. Po kjo s'do të thotë që më dhanë drejt ekipeve tjera që kanë përfituar padrejtësisht. Këtu ka ardhur koha mu bë një privatizim real i futbollit shqiptar. Jo sponsora president. Kthejnë atë Lezhë. Një ekip që ai presidenti Lezhë po lodhet, po harxhon, po janë tjetër. Ndëron ty në superiore. A është në pozita reale si duhet me kanë? Jo. Ai duhet me pas Lezhën private. Edhe po të ishte private reale, e po të kishte një kontratë reale me Krepin, ndoshta s'do ta largote në atë formë, ose s'do të detyrote Krepi me ikë në atë formë, apo shumë trajnerë tjerë të ekipe. Pra, këta janë sponsora, e bajnë ligjin si president, bajnë edhe ato allëzhverishët tej, këta i bajnë ato aleancët e pista, edhe mane një ekip që është ne e drejtën si vllaznia, që se mbështet kërkush përveç se e drejta, e fanela, edhe emri i fanelës, pra nuk merret ka shumë në përkam vllaznia, sepse është vllaznia e mbron emri, e mbron fanela, e mbron historia. Atëherë nga këta që the ti, nga bashkia, po i vetmi real është presidenti Refik Halili, që në bashkëbisedim përpara fillimit të emisionit dhe bëm një kontratë në një marrëveshje gentlemenësh, që mbas ai kishte besim që do merrte pikë Tirana, po mund merrte edhe Korça dhe ishte gati, por mënyra si ai bëri bojkotin, dhe unë e kuptova dhe ne regjia e lam për ta sjellë në studio, është president real te Tirana. Ndërkohë po bëhet një përçapje pikërisht Skënderbeu për ta bërë totalisht privat Takaj, dhe këtë kishte atë kritik, po të ta quajmë kur të vi. Jemi në 4 minutat e fundit, Arben. Është vërtetë që thonë, Mile, që jo për atë arsye duhet të ndryshu modelin e bashkia. Është vërtetë që thotë. Megjithatë, në këto vite kanë ndodhur shumë gjëra të çuditshme me vllaznin e administruar të bashkisë. Nuk ka bë pakinë herë në historinë e futbollit edhe për të nërë që një lojtar 2 orë para ndeshjes rëndësishme me thanë nuk los. Vetëm për arsye administrative. Marrëdhënie administrative, marrëdhënie financiare me persona të këtij modelit. Nuk ka bë pakinë herë, po me vllaznin nolli. Ka ndodhur me trajner Rudi Vata. Nuk ka bë pakinë herë që më mbledh 13 lojtar fillim sezonit. Për disa sezone në radhë, nuk ka bë pakinë herë me këtë vllazni. Edhe përfundimi me luftu për mas marrë kategoritë. Edhe mas një javë me thanë, pasi në shkuat kontrata, me thanë si e morë me këtë lojtar se kjo nuk bëka. Nuk bën vakinë herë në president me nuk kjo. Meo. Apo ka shumë arsye që ndoshta s'po më kujtohen sot që pret. Unë nuk thash atë, unë thash që presidenta duhet të kenë real presidenta, jo sponsora. Vllaznisë me tamam është hin hak. Por nuk mundet bashkia e Shkodrës. Është vërtet. Presidente e vllaznisë sot është Voltana Adami. Realisht de jure. Edhe de facto. Kurse president i Durrësit de facto de jure është bashkia, de facto është një tjetër, a kupton? Pra, çfarë do të thënë me këtë? Nuk mundet bashkia e Shkodrës që është pronare, Voltana Adami nuk mundet me him këto dallavere, se është institucion. Kurse një sponsor i quajtur president është një person që shkon e merret me Fredin, me tjetrin, me këto punë e pista që nuk duhet mas më përmend në futbollin shqiptar, nëse dëna me pas kampionat e futboll. Pra unë jam dakord që vllazimi marr dikush, por jam krejt dakord që tan këta sponsora mu quajt presidenta real, mu privatizu realisht. Po su privatizu realisht, nuk kena gjë interesante. Ka bëm se në sekondat e fundit. Vllaznia mund t'i bojnë dallaveret siç tha ky,
sepse Dallaveria nuk mund t'i bojnë voltona. Jo njerëzit që i bojnë për njerëzit që punësohet për atë punë. Që qënë drejtori, administratori, drejtori teknik i klubit që bojnë Dallaveria të këta. Normalisht. Jo, këto i thonë historisë. Thjesht nuk ke mërë bashkëpunëtor, po thonë nuk ke... Si që kam bjerë, problemi vazhdimës buxheti, kaq. Pjesa valorisë bëhet kush e ka dikush kapelen personalisht. Unë shkoj ma te i kësaj, unë them që futbolli shqiptar duhet mu privatizuar realisht. Dhe kjo është një temë që e thamë në fund, që duhet filluar nga e para. Për i daljes ligjit për sportit. Beni ta Ka 2 vjet që ka qeveri thotë do zjarrim ligjin për sportin. Jena ta në pritje të këtij ligjit për Milan frymë sportit, gjitha sporteve, se futbolli e ka zjarë veten. Po puna është Milan gjitha sporteve. Edhe ne si futbolli fene ne dy shumë. Ne dy shumë për të mjetu nga ana financiare. Ai që e federata është këtë papërfillshme, shpenzimet janë bërë shumë mëja. Tash i ka dalë në plan edhe një gjatë tjetër përpara. Na kanë dalë tendime shumë të rënda me artikulacionet. Ne futbollistat as për djem, as për vajza nuk sigurohen. Kush i merr përsipër? I merr familja. Beni, po çfarë bën familja në amator? Që një operim për gati 5.000 euro. Kush do ta bëj amator? Kush më e bë këtë? Kush e bën operimin 5.000 euro një futbollist? Përsipër klubi. Tani menaxheri i llodorit. Edhe tash si barë kryesore e ka për menaxheri. Nga xhepi vet. Nuk është normale, por. Nuk është normale. Ktu funksionojnë gjërat ashtu si duhet të funksionojnë. Edhe djem profesionista janë të pasiguruar. Edhe ato i paguajnë familja ty nëse bën një operacion në artikulacion. Kjo është ajo që kërkoj unë, po si po them unë, jo. Klave mos u jetë ky ka futbolli dhe kjo temë që duhet të diskutohet jo sot, sa jemi në mbyllje, pikërisht sekondat e fundit janë 10 sekonda, por më pak se 1 minutë dhe unë detyrohem të filloj mbylljen e emisionit të pikërisht të Ferdinand Jaku i Roju Bandanjës. Këto që tha Beni më illi të fillosh dhe ti privatisht të gjesh gërmotare gërmose, të gjesh dika, të gjesh lek, të gjesh euro e tjera dhe të fillosh të fuqizosh atë që e bën Lazar Matia. Aktualisht unë jam të fuqizu, jam të rrit numrin e vajzave, pasi kam dhe 25 vajza të vogla nga mosha 8 deri në 13 vjeçe, që po rritin gradualisht. Faleminderit Ferdinand Jaku që ishe sot në Star Sport. Faleminderit Klavja Peteza, e volejboliste e Sadie Gogës, që luftoni për të futur dhe për të ndryshuar imazhin të vllaznisë të femrave. Faleminderit që ishte sot me ne. Faleminderit Mill Shkëmbi, specialiste e arbitrimit, megjithatë mendoje pak më qetë, pa agresivitet, sot u nxepe pak. Këtë nxeu Beni. Kena dhe lajm, Piro, është Baju Bisa dhe arbitroj Borrellin me ke arbitroj me Kavajen, një arbitrim model, është një lajm i mirë për kolegjiumin e Shkodrës, edhe për arbitrin të anësi në Shqipëni, për arbitrimin. Është një arbitër që premton shumë, është kthy në vlerat reale të vetë, shpresojmë që Shkodra deri në fund sezonit të ketë arbitër superior. I uroj me gjithë shpirt. Faleminderit Ervis Kabuni, ndërkohë mbaruan titrat dhe do mbyllim dhe ne emisionin dhe i uroj beslidhjes, por për mos hipokrit edhe Kastriotit, për të mos qenë hipokrit edhe Korabit, le të citoj më imra por fair play. Jo si ndodhi me Maliaj e Nersek që pati gladiator boks në futboll. Këtë do thamallon, që të fitojnë më mirë, por të luajnë pastërt, jo me... Falenderoj që ishe sot në Star Sport. Falenderit Arbiona Bajraktari, vajza nga Kosova, që pretendon të fitoj kupën me Kino Studio në fush dhe jo me Dallavere. Fush. Falenderoj që ishte sot, falenderit Arben Përmeza, dhe të uroj me gjithë shpirt, ndoshta edhe për më tepër të ndodhi ajo e curia, rivaliteti dhe jo maskaralliku, si që ndodh nga njerë rëndom. Kemi ardhur teleshikues të nderuar në mbyllje të emisionit. Falenderoj dhe pikërisht ata që bëjnë të mundur transmetimin e drejt për drejt, duke filluar me Arturin, Marviksin, operator Margjekën, Arlind Repishtin, Grafi, Fation Kraja, përgjegjës të studios të transmetimit, në pultin e studios qendrore Marvin Maka e Gjok Vecaj. Një falenderim edhe për atë të përjafshmit nga lidhja drejt për drejt me Radio Televizion e Kosovës Gani Kosumi. Kaq drejt për drejt, nuk di sa ka dalë Napoli dhe Milanin, le të ketë fituar kush të doj, ne na intereson vllaznia. 1-1 më thot njëri nga stafi, kështu që kanë ngelur të kënaqur ka bon si Milani dhe Napolin. Ne jemi me Napolin, se kemi hysën. Po kemi hysën Shkodrani që luan edhe me kombëtarën shqiptare.
ju që s'ta ndoqët të pat ndeshjen, ju rikujtoj që mas e keni marrë vesh rezultatin 1-1 Milani Napolin, shiheni nesër, ritransmetim në orën 11. Deri atëherë natë e mirë.